Sepse Zoti ka bërë paqe me ne. Zoti na ka pranuar ne, ashtu siç jemi, me gjithë mëkatet tona, me gjithë cenet tona, me gjithë ripërsëritjet tona të njëjtave gabime, Zoti ka bërë paqe. Ka dërguar birin e tij, ka larë me gjakun e tij mëkatet tona, ka marrë mbi vete sëmundjet tona dhe ka bërë paqe me ne. Jemi të papërkryer, të padenj. Pa i thotë, e jani këtu, ju jeni bitë e mi. Po pyetja është, a kemi bërë ne paqe me Zotin? Kur pyesim, Zot, pse është kështu? Zot, pse? Edhe është ai dyshimi që bren, duke sikur ne nuk jemi në paqe. Duke sikur ne kemi nevojë gjithashtu të bëjmë paqe me Zotin. Kam përshtypjen si një rrugë me dy kalime. Ai vjen tek ne, po duhet edhe ne të shkojmë tek ai. Ai ka bërë paqe me ne, po duhet edhe ne të bëjmë paqe me atë. Po si mundemi? Unë nuk mendoj se ndonjëri nga ne e ka kapacitetin që t'u jap përgjigje këtyre pyetjeve. Nuk mendoj se ndonjëri nga ne ka urtësinë, dijenin, thellësinë, lartësinë, gjerësinë që të kuptoj pse gjërat janë kështu siç janë. E të bësh paqe do të thotë pranosh edhe gjërat që ti nuk i kupton. E të pranosh që Zoti është në kontroll pavarësisht se duket ndryshe. Sepse gjërat duken ndryshe, por ai prapë është në kontroll. Është sikur keni parasysh, mund të mësosh një qenit vjetër, nuk i mëson, kemi pasur një qen që i hidhje topin, e sillte, por nuk e lëshonte nga goja. E duhet të thoshte, duhet ta lëshosh nga goja në mënyrë që të ta hedh prap. Ai donte që ta hedhje prap, por nuk donte ta lëshonte nga një kohë. Ai ti thua, budalla, duhet ta lëshosh topin në mënyrë të ta hedh prap. Tund bishtin, qesh, si thua, zgërdhiet me topin në gojë, nuk e lëshon. Dhe ai se merr vesh këtë gjë. Është sikur ne nuk i kuptojmë dot të gjitha. Dhe unë nuk mendoj se Zoti zemrohet me ne kur ne nuk kuptojmë dhe ne themi Zot, pse është kaq keq? Zot, a jeti në kontroll? Kur ne dyshojmë, e ne dyshojmë vazhdimisht. Po ai është i butë, i ngadalë në zemrim dhe ka bërë paqe me ne. Ne shqetësohemi për shumë gjëra. Edhe në qofshim pjesë e kishës, kur te Filipianët ai thot mos u shqetësoni për asgjë, kur Zoti thot në predikimin mal, mos u kujdesni për të nesërmen, ajo do të ketë hallet e veta, të këqijat e veta. Unë do të siguroj gjithçka, por ne prap vrapojmë, prap si thua shqetësohemi, mundohemi, stërmundohemi. Edhe kemi kaq shumë gjëra për të bërë. Brezi im është quajtur brezi sanduiç, ne që jemi në 40 tona tani, edhe ata që janë pak më të rinj, ata që janë pak më të vjetër. Kemi fëmijë për të rritur, cilët nuk janë gjithmonë të lehtë. Ka sa që thonë fëmijët janë edhe të shtrenjtë. Kemi prindër për të kujdesur për ta, cilët nuk janë aq të lehtë, po ju e dini mund të jenë pak të shtrenjtë, ke nevojë të ndihmosh, pensionet nuk dalin, financiarisht, me kohën tënde, po ke punë për të kryer karrierë, për të çuar përpara, miqësi për të mbajtur, dhe prandaj e quajnë brezi sanduiç, të trysnuar nga të gjitha anët. Duhet t'japim edhe për të vegjëlit, edhe për më të mëdhenjt, edhe për veten tonë, aty midis. Dhe stresohemi, dhe stërmundohemi, dhe harrojmë që Zoti është në kontroll. Dhe harrojmë se nuk duhet shqetësohemi për asgjë, dhe fillojmë shqetësohemi për gjithçka. E nuk na zë gjumi natën, ndonjëherë kush ka pasur ndonjëherë mungesë gjumi natën për shkak probleme shallësh. Ai më i vogli atje, dhe unë këtu. Dy veta. Sepse kështu është, por dua që ta lexoj këtë sepse më pëlqen të lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, pikërisht tek predikimi në mal, vargu 6, thotë: "Prandaj po ju them mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani ose do të pini, as për trupin tuaj, për atë që do të vishni. A nuk është vallë jeta më me vlerë se ushqimi dhe trupi më me vlerë se veshja? Vini re zogjtë e qiellit. Ata nuk mbjellin, nuk korrin dhe nuk mbledhin në hambare. Megjithatë, Ati juaj qiellor ju ushqen. A nuk vleni ju më tepër se ata? Dhe cili nga ju, me gjithë kujdesin e tij, nuk mund t'i shtojë shtatet t'i qoftë edhe një kubit të vetëm? Pse shqetësoheni për veshjen tuaj?" Çfarë është tani? Sezoni vjesh dimër, po? I veshjeve. "Vini re si rriten zambakët e fushës, ata nuk lodhen dhe nuk tjerrin. Dhe unë pra po ju them se Salomoni vetë me gjithë lavdinë e tij nuk ishte veshur ndonjëherë si ata." E Zoti e ka thënë këtë me gojën e vet. Tek Mateu, në Ungjillit të tjerë mund ta lexojmë, por e përsërit sot e kësaj dite sërish. Të mos merremi kaq fort, sepse e dini bota aty jashtë, Instagrami në duart tona,
TikTok-u, për sa të tjere, ku di unë se çfarë, vazhdimisht, aktivisht, dhunësisht, na sulmon me se si duhet dukemi, se kuj duhet i ngjajmë, se si duhet flasim, te kush duhet besojmë, se cilës parti i përkasim, jemi të majtë, jemi djathtë, jemi konservator, jemi liberal, edhe na sulmon me mungesë paqeje. Kur futesh te ajo vrima e lepurit në atë algoritmi nuk del dot më. Edhe njerëzit këtu në Shqipëri, makinë sa më e madhe, veshje me sa më shumë marka, luks që shfaqet. Po asnjëri nuk arrin te Salomoni. Asnjëri nuk arrin tek bukuria e zogjve në qiell. Vetëm se ky është bërë obsesioni i kohës që jetojmë, materializmi. Sa të madhe kam shtëpinë, sa të madhe kam makinën. Mbaj mend një herë kur punoja tek Aba Center. Dhe shkoja te Coini sepse kisha një orë pushim, pastaj duhet ngjitesha prap lart, kur binte shi, ishte një mënyrë për të vrarë kohën. Dhe mbaj mend mbas shpinës time, unë po shikoja aty përdall, binte te turp, kështu se unë përgjithsisht shikoja. Dëgjoj 2 djem, 3 djem, ishin 3, po dëgjoj 2 prej tyre, që do pas kanë ardhur. Dhe ishte seksioni i këpucëve. I pash me bisht syrit, mosha ime, pra 40 vjeç, se kjo ishte ca vjet më parë. Dhe më bën, ishin burra të rritur shumë të entuziazmuar që kishin ardhur. Dhe i kërkuan për numrin 42, kështu që e kuptova që ishin këpucë. Dhe u solla vërdall, pastaj prita që të largoheshin ata dhe kur reshtar, siç jam, pak më vonë u afrova atje dhe i gjeta ishin një palë kambale Balmain, ishin deri këtu me disa tokza, zeza, që s'mund t'i vishin me asgjë përveç se me xhinse, po themi, edhe xhinset duhet të jenë të grisura, dhe kushtonin 3 milion lekë të vjetra. 3 milion e 200.000 lekë, për qenë eksakt. E mbaj mend sot e kësaj dite. Ja për çfarë shqetësohen burra të rritur atje jashtë, ja se si mund të shpenzojnë, kur i kanë, nuk e di se si, 3 milion e 200.000 lekë të vjetra për një palë këpucë, me cilat fluturon, me sa duket. Po gjithsesi. Për çfarë duhet shqetësohemi ne? Ka një tek Luka, nëse mund të rresh momentin atje, është ajo historia e Martës dhe Marisë. Keni parasysh Marta dhe Maria, 2 motra, Jezusi është duke kaluar, dhe Marta e fton në shtëpinë e saj, thotë, mësues, eja tek unë. Dhe shkon Jezusi bashkë me tijet, ishte me entourazhin e vet, se djalë kull ka qenë dhe mbetet. Dhe Maria shkon dhe ulet pranë tij dhe dëgjon Jezusin që flet. Marta ndërkohë po bën gjithë ato përgatitje, do që ta nderoj mësuesin e njohur, edhe në një moment caktuar lodhet, ufe buf, merr nxirr, keni parasysh, Marta duhet të qenë korçare. Dhe i thot, Jezus, a nuk po bën gabim motra ime? Keni parasysh. Dhe Jezus i thot, jo, thot, Maria po bën gjën e dur. Maria po më dëgjon mua. Ti, Marta, po ja fut kot. Duke u marrë me këto, duke u munduar të na ngopësh me fasulet e tua pllaqi. Dhe kjo është mësimi i vogël atje, ne mundohemi, të stërmundohemi, të përpiqemi që të arrijmë vetë çdo gjë, të bëjmë gjërat ashtu siç duhet, që kishat jetë plot, e ku di unë, shtëpia jonë të jetë begat, hambarët tanë të jenë plot. Dhe Zoti thotë, jo, nuk është kjo mënyra. Maria kishte idenë saktë, ulej dhe dëgjonte. Marta pastaj ndoshta e mori atë mësim.